Mbi 26.600 maturantë në të gjithë vendin ju nënshtruan provimin me zgjedhje, testit të fundit të procesit të maturës shtetërore 2026. Nxënësit zgjodhen lëndët sipas profileve dhe preferencave të tyre, ndërsa rezultatet do të shërbejnë për pranimin në universitetet e vendit, sipas kritereve të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Edhe në Lushnjë, 575 maturantë nga 4 shkolla të mesme të bashkisë morën pjesë në këtë proces të rëndësishëm, duke respektuar të gjitha rregullat dhe procedurat e përcaktuara për zhvillimin e provimit. Provimi nisi sipas orarit zyrtar dhe u zhvillua në kushte normale në administrimin e komisioneve përkatëse. Maturantët u paraqitën në ambientet e shkollave me dokumentacionin e nevojshëm, ndërsa masat organizative garantuan një proces të qetë, të rregullt dhe transparent gjatë gjithë kohës së testimit. Në përfundim të provimit, shumica e maturantëve u shprehën optimist për rezultatet, duke vlerësuar se pyetjet ishin në përputhje me programin mësimor të zhvilluar gjatë vitit shkollor. Edhe mësuesit dhe administratorët e procesit evidentuan mbarvajtjen e provimit pa probleme apo incidente. Me përfundimin e testit me zgjedhje mbyllet edhe cikli i provimeve të maturës shtetërore 2026. Tashmë maturantët presin rezultatet përfundimtare, të cilat do të jenë vendimtare për vijimin e studimeve të larta dhe realizimin e synimeve të tyre akademike dhe profesionale.